Për shkak se milingonat janë të vogla, ato përdoren shumë në thënjet e urta. Tani do t'ju tregoj kulmin e këtij përdorimi. Në Kuran ka një sure që quhet En-Neml, që do të thotë milingona. Në ajetin e 18 të kësaj sureje përmendet një milingon që u tregon të tjerave se ushtria e profetit Sulejman po afrohet. Ajo u thot milingonave të tjera: po afrohet ushtria e Sulejmanit, shpërndahuni e largohuni. Tani si e kupton kjo milingon se po afrohet ushtria? Milingonat mund t'i kapin dridhjet nga larg, por në atë kohë askush nuk e dinte këtë informacion. Milingona tregon se ndjen afrimin e ushtrisë dhe Kurani nëpërmjet fjalëve të milingonës jep informacione mbi anatominë e saj. Kjo ishte mrekullia e parë. Mrekullia e dytë është folja në ajet La yahtimannakum, që ushtria e Sulejmanit të mos i thyej. Po pse t'i thyej? Pse ajeti nuk thot t'i shtrydh ose t'i shtyp, por përdor një folje që nënkupton thyerjen e gjërave të forta? Po cila pjesë e milingonës është e fortë? Edhe sot ka njerëz që nuk e dinë se milingona është e fortë, e jo më para shumë shekujsh. Mund të ishte thjesht të mos e shtypnin, por Kurani nuk përdor fjalë rastësisht. Jashtë trupit të milingonës ka një substancë të quajtur kitin, e cila e bën trupin e milingonës të fortë dhe e mbron nga shtypja. Kjo është mrekullia e dytë. Por në të njëjtin ajet ka edhe një mrekulli të tretë. Në arabisht, nëse në fund të një fjale vjen shkronja T, ajo e bën fjalën femrore. Neml, milingon mashkullore. Nemletun, milingon femrore. Të gjitha milingonat punëtore janë femra, dhe në grupet që shohim duke lëvizur jashtë, nuk ka milingona meshkuj. Kurani për milingonën që lajmëron ardhin e ushtrisë nuk thot kale nemlun. Domethënë nuk thot tha një milingon mashkull, por thot kalet nemletun, tha një milingon femër. Ka dhe një rregull tjetër në arabisht, nëse nuk e di gjinin e diçkaje, përdor formën mashkullore. Në atë kohë askush nuk e dinte që milingonat punëtore janë femra, por Kurani qëllimisht e tregon milingonën si femër. Ajeti i milingonës që njofton ardhin e ushtrisë së Sulejmanit është një nga mrekullitë më të ndritshme të Kuranit. Kurani nuk i rendit këto informacione shkencore në pika, por i tregon nga goja e një milingone të vogël që ndjen ardhjen e ushtrisë. Dhe në vazhdim të ajetit thuhet se edhe vetë profeti Sulejman buzëqeshi ndaj fjalëve të milingonës.